të mohosh hadithet e Muhamedit alayhis salam i bie ti jesh kundër vetë profetit Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Si e shpjegon këtë? Sepse ne kemi detyrë që të besojmë Allahun si Zotin e vetëm dhe të adhurojmë atë vetëm, la ilaha illallah, s'ka të adhurojmë drejt përveç Allahut, dhe të besojmë dhe dërguarin Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. I dërguari Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam na përcolli jo vetëm Kur'anin, por dhe kuptimin e Kur'anit, dhe ka shpjeguar Kur'anin përmes sunetit të tij. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka falë namaz, por mënyra si falet namaz nuk përmendet në Kur'an. Ka kryer haxhin, por shumë nga detajet e haxhit nuk janë përmendur në Kur'an. Ka agjëruar Ramazanin, por shumë nga detajat dhe hollësirat e agjërimit të Ramazanit nuk përmenden në Kur'an. Morali i profetit Muhammed, Allahu ka lavdruar moralin e lartë profetit Muhammed. Po morali i profetit Muhammed ku do ta njohim përmes Kur'anit? Po Kur'ani ka zbritur pjesë. Dhe për të kuptuar Kur'anin duhet të njohësh shkaqjet e zbritjes. Po shkaqjet e zbritjes janë si në hadithin e profetit. Kështu që ai që nuk i repetohet hadithet e profetit, domethënë që të mos njohë shkaqjet e zbritjes, mos kuptoj ajetet e Kur'anit. Për çfarë shkaqu ka zbrit? Ky ajet, kjo pjesë. Çfarë ngjarje ka ndodhur, ka zbritur ajo pjesë? Pra, është kundër profetit, ai që nuk pranon hadithet. Ai ai kërkon që njerëzit mos njohin moralin e profetit, që në Kur'an. Mos njohin jetën e profetit, se sira jeta e profetit ose me senet. Ibn Ishaq ka sjellë me senet. Dhe librat e hadithit, jeta e profetit, episodet e jetës së profetit, virtytet e profetit, ngjarjet, kronika e ngjarjeve, xhihadi, sillen nëpërmjet haditheve, me zinxhir transmetimi. Dhe nëse njeriu nuk pranon hadithet, atëherë ai është kundër profetit. Ai shpif ndaj profetit. Profeti ligjëron të mante hutbe. Dhe kur nuk ka thënë profeti që mos e ngjoni këtë pjesë prej meje, mos merrni prej meje hadithet. Ka mirë transmetimi që tregon se profeti mante hutbe. Profeti tregon të hadithe. Profeti këshillonte dhe sahabët ngjonin me vëmendje. Por s'ka ndodhur kur që profeti të thoshte mos e merrni këtë pjesë prej meje, vetëm Kur'anin merrni. Kur? Edhe shokët e profetit Muhammed ngjonin me vëmendje. Kështu që ai që nuk pranon hadithet është kundër profetit. Imagjinoni, domethënë është si ti ishe para profetit të thoshë që mos trego hadithe. Nuk do të ngjojmë hadithe për teje. Kështu është ai që nuk pranon hadithet. Kjo nuk ka nevojë për filozofi. Ata që thonë nuk pranojmë hadithet, vetëm Kur'anin, janë kundër profetit. Domethënë, ata kërkojnë të asgjësohet pjesa Muhammed Rasulullah. Muhamedi është i dërguari i Allahut. Se të besosh që Muhamedi është i dërguari i Allahut, domethënë, besosh lajmet e njohurit që ka sjellë nga Zoti i gjithësisë. Dhe të besosh shpjegimin që ai ka bëu Kur'anit. Ai që nuk pranon profetin Muhammed, u thotë njerëzve, shiko, shpjegimi që do i bëjmë Kur'anit është më mirë se shpjegimi që ka bëu Muhamedi alayhis salam. Kur'anin du ta kuptoni si ta shpjegoj unë, jo si çka ka shpjeguar profeti Muhammed. Pra kërkon të rrëzoj profeti Muhammed, edhe të ngrej veten, edhe të sajoj njerëzve një interpretim tjetër për Kur'anin. Për këtë arsye, sektet janë përpjekur që të rrëzojnë Kur'anin. Kur'ani s'është fjalë e Zotit, kanë thënë. Thonë, kanë dështuar. Janë përpjekur të rrëzojnë profecinë e Muhamedit alayhis salam. Ka profet tjetër pas Muhamedit, që janë Kadianit. E kanë ata i qendër këtu në Shqipëri. Edhe ata kanë faqe në internet. Edhe ata kanë sa qendra nëpër botë. Edhe ata kanë disa dekada që kanë filluar aktivitetin e tyre. Dhe okupatorët i kanë mbjellë ata, britanezët, domethënë në Indin, Pakistan e kështu me radhë. Dhe ata thonë që besojnë Kur'anin, po ata keq shpjegojnë ajetet e Kur'anit. Dhe ngjallin disa paqartësira. Dhe muslimani thjesht ndoshta mund të hallë disa paqartësira tek ata që nuk jap dot shpjegim. Kundër profetit Muhammed alayhis salam. Dalin sekti tjetër që mohojnë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këta padyshim janë kundër profetit sallallahu alaihi wasallam, sepse si do ta kuptojmë Kur'anin, nëse ne nuk do t'i referohemi sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që duhet besojmë lajmet që ka sjellë profeti, njohuri që ka sjellë profeti, të bindemi profetit sallallahu alaihi wasallam, pranojmë shpjegimin që i ka bëu Kur'anit Muhamedi alayhi wasallam përmes haditheve. Nëse njeriu të pranojmë, domethënë shariatin, ligjet që solli profeti sallallahu alaihi wasallam, nëse njeriu nuk pranon këto, ai shpif ndaj profetit.
Dhe ai kërkon që të azgjësohet figura e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ai është kundër shahadetit Muhammedur Rasulullah. Muhamedi është i dërguari i Allahut.